Të nderuar vëllezër, tema jonë e sotit titullohet shkaqet e shpëtimit prej dënimit të varrit. Sepse sigurisht që e kemi përmend në varr ose do të jesh i shpëtuar, do ta kesh varrin bafçe prej bafçeve të xhenetit, ose do të jetë varri një grop prej gropave të zjarmit të xhehenemit. Javën e kaluar ne kemi përmend 14 shkaqe prej shkaqeve të dënimit në varr. Më thonë ka ngel edhe një 6 për t'i përmendur në këtë ders, pastaj vazhdojmë çfarë cilësie ka varri dhe pastaj mbarojmë me shkaqet e shpëtimit në varr. E para është e 50 është pa me radh el-ghulul min el-ghanime, pra vjedhja ose me vjedh në luftë prej plaçkës së luftës pa ja dorëzu e mirit të besimtarëve. Ka thonë pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtet që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, kur e kanë vorros një person në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ky person digjet dënohet në varr për arsye se në luftën e Khajberit ka vjedh një tesh. Edhe ajo tesha thot digjet në varr bashkë me atë. Pra vjedhja edhe në kohën e luftës nuk lejohet me vjedh, duhet me ia dorëzuar pa më së pari emirit, pastaj emiri ja shpërndan. Shkaku i 16 për shkaqeve të dënimit të varrit është ai që ja kthen shpinën Allahut, fesë Allahut, ja kthen shpinën rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall thot në Kur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man a'rada an dhikri, dhe ai i cili ja kthen shpinën Kur'anit, që largohet prej dhikrit, fa inna lahu ma'ishatan danka, ai ka me pat një jetë të ngushtë. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, në ditën e gjykimit do të ringjallet i verbër. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, ka me thot o Zot, pse më bënë thot kjo kur unë shumë mirë shihen në dunjë? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, ti të erdhën argumente mia dhe i harrova. Wa kadhalika al-yawma tunsa, kështu thot edhe ti harrohesh i verbër në këtë ditë. Ma ishte danka në këtë ajet që është përmend. Komentatorët e Kuranit kanë thonë se do të ketë jetë të ngushtë në dunjë, po jetë të ngushtë do të ketë edhe në varr. Pra varri do ta shtrëngon dhe derisa edhe domethënë brinjt do të hinë njëra për tjetrën. Deri në ditën e gjykimit, ai i cili largohet prej fesë Allahut, ai i cili ja kthen shpinën Allahut, Allahu na ruajt, Allahu inshallah i kthen rinin dhe trejat i kthen në fenë Allahut azza wa jall. Shkaku i 17 të ndërruar vëllezër është ata që qajnë, që vajtojnë për të vdekurin. Niyaha, që vajtojnë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal mayit la yu'adhabu ka ahli alayh. I vdekuri dënohet për shkak se familja e tij e vajton. Çfarë faj, domethënë ka i vdekuri, kanë thonë dietarët për dy shkaqe. Shkaku i parë është se dikush për njerëzve kanë merak mas dekës së tij, domethënë edhe i porositet kur dësuna, domethënë të mbajtojnë, të mkojnë, ta bëjnë më kështu, mërziti për mua. Kjo është e para. E dyta është nëse dikush për njerëzve e din se familja e tij e vajton dhe ki nuk i le testament, nuk këshillon, nuk thot kur të vdesune mos u vajtoni. Nëse nuk ju thot familjes vet kështu në, atëherë do të dënohet në varr se s'ka këshillu. Për çdo bidat, për çdo sen, nëse nuk e këshillon do të dënohesh në varr. Pra tallkini është bidat. Do të më thon familjes mos më harroni tallkinin kur të vdes. Mos më bëni qelimet kur të vdes. Mos kënoni Kur'an
tek varet kur të vdes. Kur ti thua kështu, atëherë heket obligimi, ata nëse ti bëjnë pastaj ti s'ke përgjegjësi, nuk ke dënim në varr. Shkaku i 18 të ndëruar vëllezër është ata cilët e bëjnë veprën e popullit të Lutit alayhi salam. Më thonë që martohen burr me burr. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që të thonë Hakimi, "Men wajadtum ya'mal 'amala qaum Lut faqtulu al-fa'ila wal-maf'ula bihi." Nëse gjeni ndonjërin dy veta duke bërë dhe me thonë veprën e popullit të Lutit, mbytni e thot edhe vepruesin edhe mbi atë që bëhet vepra. Ka shku me lajket të Luti alayhi salam dhe në formë të burrave, të bukur, të mirë. Ka shku populli i Lutit ka dashur me bë zina me lajket. Ata i kanë thonë, Luti ka thonë, o populli, e keni vajzat e mia martojnë, thotë, nëse doni u martu, thotë, jo, thotë, ti e din se çka dëshirojmë ne, o Lut. Pastaj Allahu Azza wa Jalla më thonë i shkatron përveç se Lutin, dhe familjen e Lutit, edhe gruën e Lutit, më thonë alayhis salam e dënon. Allahu na ruajt për kësaj vepre të shëmtuar dhe i ruajt, më thonë musliman, nga kjo vepër e shëmtuar. Shoku i 19 është me i urdhnu tjerë për punë të mbara të mira dhe vetën me haru. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an, A'udhu billahi minash rajim, "Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apo ju urdhnojnë njerëzit për punë të mbara, ndërsa vetën e haroni. Kurse ju jeni duke lexuar librin. Afala taqilun. A nuk po mendoni? A nuk po logjikoni? Tjerët i urdhnoni me bë punë të mira, vetën e haroni. Tjerëve u thoni falë namaz, vetë nuk e fal namazin. Tjerëve u thoni largo prej haramit, vetë nuk largosh prej haramit. Afala taqilun. A nuk po mendoni? Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an, Surë Saf, "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun." O ju besimtarë që keni besuar, pse e thoni një gjë që ju vetë nuk e veproni? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Te Allahu Azza wa Jalla është e urejtur ta thush një gjë, a vetë mos ta veprosh. Kabura maqtan fjala dietar thonë, maqt do të thotë Allahu i dënon ata njerëz. Allahu Azza wa Jalla i dënon ata njerëz të cilët e thonë një gjë dhe vetë nuk e veprojnë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Ibn Hibani, kur ka hip Mi'raj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka po disa njerëz të u dënu. Më thonë me donat me zjarm ja këputshin buzë disa njerëzve. Pasi që më thonë i rregulloshin pra përsëri ja këputshin buzë, vazhdimisht i dënojshin. Pejgamberi alayhis salam e pyet Gjibril alayhis salam, thotë, çka është halli i këtyre njerëzve? Se dënon kështu keq? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, "Haula'i khutaba ummatik." Këta janë khatibat e ummetit tënd, ligjëruesit e ummetit tënd, këshilluesit e ummetit tënd, të cilët ya'muruna an-nasa bil-birri, i urdhnojnë njerëzit të mirë, wa yansawna anfusahum, vetën e harojnë, wa hum yatluna al-kitab, dhe ata lexojnë librin, afala yaqilun. A nuk po mendojnë? Ndërsa në transmetimin e Imam al-Bayhaqiut ka thonë Gjibrili, "Haulai khutaba ummatik." Këta janë khatibat e ummetit tënd, alladhina yaquluna ma la yaf'alun, të cilët e thonë një gjë, a nuk e veprojnë. Wa yaqra'una kitab Allah wa la ya'maluna bihi, dhe e lexojnë librin e Allahut dhe nuk veprojnë sipas asaj që urdhnon libri i Allahut Azza wa Jalla. Kjo është dënimi në varr. Do të këputen buzët me dëna të zjarmit. Allahu na ruajt. Ndërsa në ahiret është dënimi edhe më i rëndë.
Ka thonë pejgamberi alayhis salam në hadithin që e transmeton Buharia edhe Muslimi, në zjarr në xhehenem kanë mujek, kanë me shku njerëzit që thojnë udhëheqësve, do të thonë ligjëruesve, khatibave, do të thonë ju neve na keni urdhëruar për punë të mirë. A pse jeni në zjarr tash ju? Do të them ai do të sillet në zjarr rreth domethënë një drunit, sikur që sillet gomari rreth mullarit të vet. Ata kanë më thonë, ne juve ju theshna largoni për punën e zjarrit, vetë e theshna. Ne ju urdhënojmë juve punë mira, vetë nuk i vepreshim ata punë e mira. Dhe shkoku i 20 është ata të cilët më thonë në Ramazan pas pa arsye e prishin Ramazanin. Sifatet e varit. Çfarë sifate të ndërruar ka vari? Vari ju flet njerëzve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyit yaq'udu wa huwa yasma' khutba mashihi. I vdekuri që pasi të vorosët, i ndigjon hapat e xhebatlive pasi që e lënë në varr. Fala yukallimuhum shay illa qabruhu. Asgjë nuk i flet përveç se varri i tij. Para se me arë munkeri dhe nekiri. Yaqul, thot, wajhaka ibn Adam. Mjerë për ti o biri Ademit. E lejse qad hadhartani, a nuk ke pas frikë se një ditë ki marrë të kone? E lejse qad hadharte dajki, a nuk e ke ditë se unë jam i ngusht? Wa hadhartu neteni, a nuk e ditë se unë jam i thlisht? Wa hadhartu dudi, a se ke ditë se të unë e ka krimba? Hadha ma a'adattu lek. Unë e këtë ta ku përgatitur ti. Fa madha a'adatte li. Thot vari, çka ke përgatitur për mu? A ke fal namaz, a ke bo punë të mira, çka ke përgatitur për këtë ditë? Më të pra vari ka sifatet, është ter, ka krimba, është i ngusht, Allahu na zgjeroft varin. Këtë hadith e transmeton Ibn Abi Dunya, transmetuesit e këtij hadithit janë të vërtetë. Vari, sifati dytë i varit është do t'i shtrëngon të gjithë njerëzit. Askush nuk ka më shpëtu prej shtrëngimit të varit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lil qabri daghta. Vari thot ka shtrëngim. Leu neja minha ahadun, le neja minha Sa'd ibn Abi Mu'adh. Sigur se të shpëtu në njëne prej shtrëngimit të varit, do të shpëton të Sa'd ibn Abi Mu'adh. Pra asë njëne s'ka me shpëtu prej shtrëngimit të varit. Ka thonë pejgamberi asa për Sa'd ibn Abi Mu'adh, thot, është dridh arshi i Allahut. Për Sa'd ibn Abi Mu'adh kur ka ndruar jetë, është dridh arshi i Allahut. 7 katë qetë janë hapur dhe kanë zbritur 70.000 me lajke për të adhuruar Sa'd ibn Abi Mu'adh. Edhe për sëri e ka shtrëngu varin. Mirë për djetarë thonë për besimtarin, është rahmet, është mëshirë, është përmallu vari për besimtarin dhe e përqafon sikur se nana kër e përqafon fëmijë me saj. Ndërsa për pa besimtarin është dënim edhe është azab. Sifati i tretë të ndëruar vëllezër është el fitne. Pra vari është sprov. Secili prej neve ka me u sprovu. Me lajket ka me na pyet 3 pyetje. Secili prej neve. Edhe duhet që ne të përgatitemi për këta pyetje. Ka thonë pejgamberi alayhis salam në hadithin që e transmeton Bara ibn Azib. Pra hadithin është Abu Daudi, Sheikh Al-Albani ka thonë se hadithi është i vërtet, e ka regjistruar në librin e tij Silsile Sahiha, në vargun e haditheve të vërtet. Thot Bara ibn Azib, pasi që e varosën një gjenaze, pejgamberi alayhis salam u ul atë edhe u kthi kahne edhe tha, ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Kërkoni mbrojtje prej Allahut që Allahu t'ju mbron juve prej dënimit të varit. 3 herë e tha këtë thënie pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha, me të vërtet, kur besimtarit i del shpirti, para se mi dal shpirti, zbresin me lajket, me fityra të bardha, me erë të këndshme,
me qefina të bukur, të mirë, të bardh, edhe i ulën para, aq sa shikon shikimi. Melekul moti i ulët të krija, edhe i thot: ja ejetuha nefs e tajjibe, o të shpirt i mirë, ukhruji ila maghfirati min Allahi wa ridwan, dil se Allahu është i knasht me ti, Allahu ti ka fal ti mëkatet. Kështu i thot melekul moti. Allahu thot në Kur'an: inna alladhina qalu rabbuna Allah, ata të cilët thonë Zoti jon është Allahu, thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, pastaj përqëndruan deri në momentin e vdekjes. Në momentin e vdekjes thot tatanazzalu alayhimul malaika, zbresin melekët, çka thon? Alla takhafu wa la tahzanu, thot mos u mërzitni dhe mos u dëshpëroni. Kështu thot edhe melekul moti: o ti shpirt i qetësuar, o ti shpirt i mirë, Allah ti ka fal mëkatet, dil se Allahu është i kënaqur me ti. I del shpirti besimtarit sikur se kur bjen uji një ene. Aq lehtë i del shpirti besimtarit. Pastaj thot më njerë melekul moti këtë obligim me ka vetëm me marr shpirtat, ja jep melekëve tjera, ata pastaj e marrin dhe e ngritin lart, dhe sa herë që kalojnë tek melekët, grup i melekëve, melekët thonë: o sa era mirë i vika këti, imanit i vend era mirë. Kush është ki njerë? Sa era mirë. Ata thonë: filani i biri filanit me emra sa më të mirë që e kanë qujtë në dunja. Pastaj marrin leje që t'i hapët qilli parë, i hapët qilli parë deri në qëtat ka qill. Pastaj Allahu Azza wa Jall thot: uktubu kitaben abdi fi illijin, shkrujani, regjistroni robin tim tek libri që quhet illijin. Allahu Kur'an: inna kitabal abrari la fi illijin, me të vërtet libri i njerëzive të mirë është në illijin, në libër që janë të regjistruar emrat e njerëzive të mirë. Pastaj Allahu thot: wa'idu abdi ila al-ard, kthejeni robin tim në tokë, fa inni minha khalaqnahum, sepse unë prej tokës i krijova, wa fiha u'iduhum, në tokë do t'i kthej, wa minha akhrijuhum taratan ukhra, dhe prej saj kam i nxjerr përsëri. Pastaj shpirtin ja bin ngadal, ja kthej në varr, shpirti i vjen përsëri tek trupi. Pastaj i vin di melejke që quhen Munkeri dhe Nekiri. Pastaj e pyesin: men rabbuk, kush është Zoti jot? Besimtari i cili ka jetuar me Allahun, e ka dashur Allahun, i cili ka përmend Allahun, cili ka ngu urnat e Allahut, është largu prej mëkateve që Allah e ka ndalu, me njëherë përgjigjet: Rabbi Allah, Zoti jem është Allahu. Pastaj ata e pyetin: ma dinuk, çfarë feje ke pas ti? Besimtari i cili ka jetu me Islamin, e ka praktiku Islamin, i ka thirr njerëzit në Islam, me njerë thot: dinje l'Islam. Ta njetën e ka qumë Islam. Shumë shpejt përgjigje, thot: dinje më është feja Islame. Men hadha rrejull alladhi bu'itha fikum, që të pyetje: kush është ky njeri që ka u dërguar tek ju? Besimtari i cili e ka dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë salavat pejgamberit alayhi salam, ka praktikuar rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me njëherë përgjigjet se ka jetu me fjalët e pejgamberit, ka jetu me fjalët e Allahut. Me njëherë thot:
i dërguari im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thret një thirrës nga qielli, edhe thot: "En sadaqa abdi", e tha të vërtetën robi im, "fa afrishuhu min al-janna", shtrojani varin, bojani varin bafshe për bafsheve të xhennetit. "Wa albisuhu min al-janna", vesheni me teshat xhennetit. "Waftahu lahu baban ila al-janna", çelani një derë në xhennet. "Fa yatihi min ruha wa tibiha", dhe i vin të mirat prej xhennetit. Dhe i zgjerohet vori aq sa shef syri. Pastaj i vjen një person me tesha të bukura, me ftyrë të bukur, me erë të këndshme, dhe i thot: "Kush je ti, se sa i bukur që je, që po vjen këtu te unë, kush je ti?" Thot: "Abshir billadhi yasurruk", po të përgëzoj, po të jap myshde me atë që të gëzon. "Ana amaluka salih", unë jam vepra jote e mirë në dunjë që ke vepruar. Namazi, agjerimi, zeqati, duaja, dhikri, respektimi i prindërve, prezentimi në për ligjeratat kur folet për Allahun Azza wa Jall, për fenë Allahut. Vepra jote e mirë shndrohet një person dhe vjen të bon shoqëri. Pastaj thot: "Rabbi aqimi as-sa'a", i bon shoqëria deri në gjykimit. Pastaj thot: "O Allah, sa më shpejt bën kiametin, që të kthen atë familja ime se e shef vendin e vet në xhennet, edhe pse atje ka xhennet, thot kthen atë familja ime dhe të pasuria ime, edhe pse atje në varr e ka besimtari xhennet." Allahu na i boft varin bafshe për bafsheve të xhennetit. Amin. Thot, vazhdon hadith. Mirë po thot, kur kafiri, pa besimtari i del shpirti, vin me lajket me ftyra të zeza, me qefin të zi me katran, me erë të keqe, edhe i ullën aq sa e ka shikimin, dhe pastaj vjen melekul moti i ullët për mi krye, edhe i thot: "Ajetuha nafs al-khabitha", o ti shpirt i fëlliqur, "ukhruji ila sakhati min Allahi wa ghadab", dil se Zoti jot është i hidhru me ti, ti e ke hidhru Zotin tënd. Pastaj kur e merr vesh pa besimtari se ka jetë tjetër, ka me lejke, sa i s'ka besu, trishtohet, shpirti i shpërndahet në për trup, dhe dëshiron që të kthehet në dunjë, nuk do me vdek, dëshiron që të kthehet në dunjë që të bëjë punë të mira. Allahu të Kur'an: "Hatta idha jaa ahadahumul maut", e kur ti vjen ndonjënit prej juve vdekja, "Qala rabbi irji'un", thot: "O Zot, më kthen ndonjë, la'alli a'malu salihan fima tarakt", o Zot, më kthen ndonjë, të punoj punë të mira, ata punë të mira që s'ni bona. Thot Imam Kurtubia, thot: "Qafiri, munafiki, diftyrshi dëshiron të kthehet në dunjë me bo punë të mira, nuk dëshiron të kthehet për pasurin edhe për familjen e vet. Jo, o Zot, kthem dunjë që të punoj punë të mira." Jo, edhe nëse kthehet ai për të ka vazhdu me bo punë të këqija. Melekul moti i thot: "Ja ajetuha nafs al-khabitha", o ti nefsi i fëllisht, çka si besova Allah, çka nuk bone vepra të mira në dunjë, dil se Allah është i trup, shpirti përndahet në për trup, nuk do me dal. Pastaj meleket ja tërheqin me forcë, ja nxjerrin shpirtin, nuk i del shpirti qafirit. Qafirit nuk i del shpirti, munafikin. Ja tërheq me forcë melekul moti, me dhimbje. Edhe pastaj thot del thot shpirti, çfarë zor, sikur se një the, një dru që është plot me thera,
edhe që është i pështjellët me një pamuk që është i lakë. Më thonë që kur nuk del me vështirësi. Pasi që e merr melekul mauti shpirtin e munafikit, e kriminalit, me njerë e tërzon melekeve tjera, ata e marrin edhe e shtin në atë qefini që është për katranit dhe e ngritin lartë, meleket thënë sa era keqe për vika, kush është ki njerë sa era keqe është i ardhë, thënë filani i biri filanit. Nuk i hapët qili i parë. Nuk i hapët qili i parë, dhe pastaj Allahu thot qojnë këthejnë në varë. Edhe e përplasin shpirtin e flisht në varë e përplasin. Pastaj kur i kthehet shpirti trupi, vinë ato dy meleket edhe ja parashtrojnë pyetjen. Edhe i thonë: "Men rabbuk?" Kush është Zoti jot? Fa yaqul ha. Kështu ka në hadith. I trishtueshëm. Thot nuk e di, la edri. Munafiki thot kam dëgju për Zotin, për Allahun, ama nuk e di. S'kam punu. Sepse Allahu është ai që i forcon besimtarët në varg me një fjalë të fortë. Allahu thot në Kur'an: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allahu i forcon besimtarët një fjalë të fortë në dunjë edhe në ahiret. Në dunjë kanë thënë dietarët, në dunjë në varg. Edhe në varë Allahu subhanahu wa ta'ala jo mënëson besimtarve me thonë se Zotë jem është Allah. Pastaj e pyet, fe e kulan, ma dinuk, thënë di me leket, qëfar feje ke pas ti? Qëfar feje ke praktikun dë një? Thot, nuk e di. I trishtu shumë. Thot, ma hadhe rëgjur, e ledhi bujfe fikum, ky personi që erë të ju, këtë njeriu që dërgova, si e ka emri, kush është ki? Thot, nuk e di. Pastaj thot, fe unadi munadi min as-sama, thret një zon nga qielli dhe thot, an kadhaba abdi, robi em gënjehu, është gënjeshtar, se ka thonë të vërtetë robi im, fa afrishuhu min an-nar, shtrojani varrin dhe bojani varrin me zjarr. Waftahu lahu baban ila an-nar, çelani një derë në zjarr, deri në atë zjarr në xhenemit, fayati min harriha wa samumiha, dhe i vin të këqijat për zjarrit të xhenemit. Dhe pastaj vjen një person me një ftyrë të keqe, me një erë të keqe, me tesha të këqija dhe thot, kush je ti, sa i keq që je? Thot, ana amaluka al-qabih. Thot, unë jam puna jote e flish që i ke bo në dunja. Zinaja, alkoholi, gibeti, përgojimi, tradhtia, mashtrimi, punë të këqija, mos falë namazit, mos respektimi prindëre, këtë bohen në një formë të keqe dhe ati pastaj i përplasët. Edhe ati ka me dënu, vepra e vetë ka me dënu në varë, edhe ka me thonë, Rabbi la tuqimi sa'a. Thot, o Zot, mos e bërë kiametin. Se e kupton, se ka mu taku me Allahun. Me çfarë ftyrë ka me dërë Allahut për para azza wa jall. Edhe i thonë, thot që thot vend jot në xhennet. Sigur ti të kishe qenë besimtar, do të kishe në xhennet. Mirë po ti s'ke besu, s'ke vepru punë mira, atëherë vari i bohët grop prej gropëve të xhenemit. Allahu na ruaj për xhenemit dhe për dënimit të varrit. Në fund, shkaqet e shpëtimit për dënimit të varrit. Do t'i përmendim 10 shkaqe me argumente. E para është el-iman wal-amalu salih wat-taqwa. Besimi në Allahun, veprat e mira dhe devotshmëria. Frika për Allahut azza wa jall. Veprimi i urdhnave të Allahut dhe largimi prej ndalesave që Allahu azza wa jall na ka ndaluar. Allahu azza wa jall në Kur'an thot: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata të cilët kanë besu dhe besimin e tyre nuk e ngatruan me zullum, me padrejtësi, këta janë të siguruar. Këta janë të siguruar, i sigurt në dunjë, i sigurt në varr, i sigurt kur dash para Allahut. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dhe këta janë të udhëzuar. Fjala në këtë ajet, ata të cilët besuan dhe nuk e ngatruan besimin e tyre me dhulm, me zullum. Çka është për qëllim zullum? Zullumi këtu është të ndëruar dhe shirku. Me argument tek ajeti sura Luqman, Allahu thot Kur'an: "Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tushrik billah." Kur Luqmani alayhis salam i tha birit të vet: "O biri, mos i bësh shirk Allahut. Inna ash-shirka la dhulmun adhim." Me të vërtet shirku është zullum i madh. Zullum më i madh se shirku nuk ka. Pra inna ash-shirka la dhulmun adhim. Me të vërtet shirku është padrejtia më e madhe. Pra në këtë ajet thot Allahu, ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatruan me padrejti, me zullum, këta janë të siguruar dhe këta janë të udhëzuar. Pra ne do të mësu tauhidin, me mësu shirkun, me mësu bidatin që të largona prej shirkut. Allahu na ruaj prej shirkut. Shkaku i ditë prej shkaqeve të shpëtimit në varr është të jesh i përqendruar në këtë din deri në momentin e vdekjes. Jo me fillu, valla kana zorë, s'po muj me vazhdu kështu me. Me vazhdu deri në momentin e vdekjes, fa'bud rabbeke hatta ya'tika al-yaqin. Allahu Kur'an, adhuroje Allahun ton, Zotin ton, deri sa të vjen vdekja. Gjithashtu Allahu thot në Kur'an: A'udhu billahi minash rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ata të cilët thonë Zoti jon është Allahu, thumma istaqamu, pastaj përqendruan, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ata, për ata nuk ka frikë, as kanë më frikë dhe as kanë me u dëshpëru. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Këta janë banorët e xhenetit dhe në xhenet kanë me qenë përgjithmonë. Jazaan bima kanu ya'malun. Shpërblim. Allahu i shpërblen në xhenet për arsye se ata kanë vepruar vepra të mira. Nuk kanë frikë, nuk dëshpërohen, kanë me hinë xhenet. Për arsye se kanë qenë të kapur për këtë din, kanë hinë fe komplet. Nuk kanë hinë fe vetëm se pjesërisht, por fe kanë hinë komplet. Ka thonë Allah dhe ka thonë pejgamberi a.s. u kry, me njerë e kanë praktiku urdhën e Allahut, me njerë e kanë praktiku urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkaku i tretë për shkaqeve të përfundimit, për shkaqeve të shpëtimit në varr është ash-shahada. Ata të cilët vdesin shahida në luftë në rrugt të Allahut azza wa jall. Ka thonë, e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ma bal ash-shuhada yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid?" Ma bal ash-shuhada la yuftanuna fi quburihim. Çka është puna pse shahidat nuk sprovohen në varr? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Kafa bi bariqati as-sayf fitna." Mjafton vringëllima e shpatave për mi krijet e shahidave fitnë. Mirë po, shahid nuk është vetëm ai i cili vdes në luftë. Ne i kemi përmend në dersën e kaluar, në kaluar kemi përmend edhe 30 shahida, 30 lloje të shahidave. Ku kemi folur për dersën ku përfundimi i mirë. Kemi përmend 30 lloje të shahidave që vdesin dhe thonë që ka përmend pejgamberi sa në për hadithe, ai që vdes për barkit e kemi përmend në kush dëshiron me këshillë të thejete tek ato dersa. Pra edhe çdo njeri që ka vdes me këto shenja shpëton prej dënimit të varrit. Shkaku i katërt të ndëruar vëllezër është ai i cili pi zemzemin duke bëu dua. Pi zemzem dhe bën dua: "O Allah, më shpëto prej
dënimit të varrit. Sahabët, tabiin, njerëzit e mirë e kanë shfrytzuar edhe këtë. Se të pejgamberi alayhis salam ka thonë në hadithin e vërtet që transmeton Imam Ahmedi me zgjidhje të vërtet thotë ma u zemzem li mashuri bala. Uji zemzemet është për çka ta pish. Ata kanë bërë dua që Allahu t'i mbron prej dënimit të varrit. Thot Ibn Abasi kur ka pi uji zemzem ka bërë dua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. O Allah, kërkoj që të më japësh dituri të dobishme. O rizqan wasi'a, të më japësh furnizim, rrezik të mirë, sa më shumë të më japësh furnizim. Wa shifa'an min kulli da', dhe të më shërosh nga çdo sëmundje. Pra ata nuk kanë bërë vetëm për trupin, por kanë bërë dua edhe për ilm, por kanë bërë dua edhe prej që Allahu t'i shpëton prej dënimit të varrit. Shkaku i pesë të ndërruar vëllezër është ai i cili e lexon suret Tabarakalladhi për çdo natë. Suratul Mulk. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Abu Dawud dhe Tirmidhiu me Sheikh Albani thotë se hadithi është hasan. Inna fil Qur'ani 30 aya. Në Kur'an është një sure me 30 ajete. Shufi'at li rajulin hatta ghufira lahu. Do të ndërmjetëson për një person derisa t'ia falet të gjitha mëkatet. Ndërsa në hadithin tjetër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam surat Tabaraka hiya al-mani'a min adhab al-qabr. Surat Tabaraka është mburoj për besimtarin prej dënimit të varrit. Ka thonë dietar mburoj është edhe prej mëkateve, por është mburoj edhe prej dënimit të varrit. Sepse është dy faqe e gjys. Për 5 minuta çdo njeri mund ta reciton. E nëse e reciton për çdo natë, fiton shumë shpërblime. Nëse një faqe e llogarisin i ka 4000 e pesh, i ka shumë shkronja me keni llogarit 4500 sevape, dy faqe na, domethënë 9000. Dy faqe është paraforsisht 10000 shpërblime iki, për çdo natë i fiton ka 10000 shpërblime. Prandaj edhe bëhet shkak që ti me t'i falë mëkatet dhe bëhet mburoj prej dënimit të varrit. Surja Tabarakalladhi biyadil mulk deri në fund. Shkaku i gjashtë për shkaqeve të shpëtimit në varr është janë domethënë namazi, zakati, agjerimi edhe veprat e mira. Ka thonë pejgamberi alayhis salam kur hin njeriu në varr, namazi i rin për mikrije. Dhe agjerimi i rin te ona e djathtë, në krahun e djathtë, ndërsa zakati i rin ka ana e majt, sjellja e mirë i rin te kombët. Ka thonë pejgamberi sa kur vend dënimi mi ardh, ka krija namazet ja thot, s'ka mundsi se ke ka fal namazin, e ndalon. Kur do mi ardh dënimi nga ana e djathtë, agjerimi thot ja thot, ki ka agjeru gjatë jetës së vet. Kur do mi ardh dënimi nga ana e majt, vend zakati e ndalon thot ja thot, s'ka mundsi me dënu këtë. Kur i vend dënimi nga ana e hakamut, thot dalën sjellja e mirë dhe ndalon. Po ai që s'ka fal namaz, ka thonë namaz, ai që s'ka fal namaz, do ta djeg zjarmi i xhenemit dhe në varr të dënohet Allahu na ruaj. Këtë hadith e transmeton Tabaraniu dhe Ibn Hibani, ndërsa Sheikh Al-Albani thotë se hadithi është hasan. Shkaku i shtatë të ndërruar vëllezër është ai që vdes ditën e xumës apo natën e xumës, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mata lejletul xuma au yawmul xuma ujira min adhab al-qabr. Ai që vdes ditën e xumës ose natën e xumës shpëton prej dënimit të varrit. Kjo është një mirësi prej Allahut, se ne s'mundam me vdek ditën e xumës. Po ai për besimtar, me kush me kon besimtar, jo me kon zonjani ata. Po me kon besimtar, mu'min. Vdes ditën e xumës shpëton prej dënimit të varrit. Wa jaa yawm al-qiyamah wa alayhi tabi' ash-shahada. Kur vjen gjykimit ka me pat një vull të shahidllëkut. Është shahid ai i cili vdes ditën e xumës ose natën e xumës. Shkaku i tetë është ai i cili i ruan musliman në luftë, i cili bën ribat. Shkaku i nëntë të ndërrohet vëllezër është thot Ibn Qayyim al-Jawziyu, një shkak për shkaqeve shumë të rëndësishme para se më ram me flet. 5 minuta ose 10 minuta llogaritë vetën tënde. Çka ke bo gjatë ditës? A ke bo punë të mira, a ke bo punë të këqija? Nëse ke bo punë të këqija, pendohet tek Allahu sinqerisht. A ke fal namazin? A ke fal sabahin në kohë? Nëse ke fal sabahin në kohë,
atëherë pendohu atë natë. Natën, pendohu tek Allahu. O Zot, unë pendohem prej shtash. S'kam më hik asnjë namaz, këtë namaz kam i fal në xhami. Ose nëse ke botën i vepër të keqe, pendohu. Për çdo natë më pendu. Kjo është një prej shkaqeve. Thotë nëse vdes në atë natë, shkon me përfundim të mirë te Allahu Azza wa Jalla. E pendu te Allahu. A nëse ke jeton i lumtur sepse je pendu, nuk dëshiron të kthehesh përsëri në mëkat. Allahu Azza wa Jalla na thirr neve që të pendohemi në shumë ajete. Thotë Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah." O besimtar që jeni besuar, pendohuni tek Allahu. Tubu ila Allah tawbatan nasuha. Pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Për çdo natë. Pendimi më i mirë është Sayyidul Istighfar. Duaja që është mburoja e muslimanit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika ma istata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Këtë dua, kush e thot bon pejgamberi sa ka thonë ditën dhe vdes gjatë ditës, istighfar, shkon në xhennet. Kush e bën natën dhe vdes gjatë natës, shkon në xhennet. Është një prej shkaqeve që njeriu u shpëton për çdo natë me u pendu tek Allahu Azza wa Jall, dhe shkaku i fundit të ndëruar vëllezër është shkaku i dhjetë me bë dua, me lut Allahun Azza wa Jall që Allahu na mbroje prej dënimit të varrit. Se pejgamberi alsam gjithmonë ka bë dua në namaz. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, min adhabi jahannam, min adhabil qabr, wa min fitnati al-masih ad-dajjal, wa min fitnati al-mahya wal mamat. Me bë këtë dua në namaz, por me bë me meditim. Ta mendoj se shkaj të thonë, jo vetëm me fal namazin, shkel e shko. Po me bë namazin me meditim. Allahu Azza wa Jalla Quran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Thot kur të pyesin robërit e mi për mua, unë jam afër. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Thot i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Letë me lutën mu, letë bëjnë dua tek unë, nëse dëshirojnë ata që të udhëzohen në rrugën e vërtetë. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na përmirëson halin tonë. Lutim Allahun Azza wa Jall që këto shkaqet që janë për përfundimit të keq, shkaqet që janë, domethënë për shkaqet të dënimit në varr, Allahu na largon neve dhe të gjithë muslimanëve. Dhe këto shkaqet që janë shkak për me fituar xhenetin dhe për me shpëtuar në varr, në dunjë dhe në ahiret, Allahu na mëson që na bëjmë duam për atyre. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.